Rëndohet pozita ligjore e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Prokuroria e posaçme dyshon se ka kryer edhe një tjetër vepër penale, atë të futjes së sendeve të ndaluara në qeli, që e kryer në bashkëpunim, parashikon një dënim nga 5 deri në 10 vjet. Për herë të parë, që nga momenti kur është arrestuar, e më pasi është komunikuar masa shtrënguese e lirisë, Erion Veliaj u mor në pyetje nga SPAK. Brenda ambienteve të institucionit antikorrupsion, kryetari i bashkisë qëndroi rreth 1 orë e 30 minuta, ndërsa ishte në prani të 2 avokatëve të tij, Ermir Beta dhe Artur Selmani. Vizion Plus mësoi se kjo akuzë e re për të cilën SPAK do ta hetojë Erion Veliajin ka të bëjë me përdorimin e celularit të gardianit të burgut gjatë transportimit të tij në gjykatën e posaçme të apelit, moment kur kryebashkiaku kishte ankimuar masën e arrestit në burg. Në nënhetim për të njëjtin rast përfundoi edhe polici i burgut, i cili dyshohet se i ka dhënë atij telefonin. Ndërkaq, vetë gardiani pasi u mor në pyetje pretendoi se diçka të tillë ai e ka bërë nga frika. Vepra e re për Erion Veliajin e parashikuar nga neni 324A, futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim, e çon në 3 numrin e akuzave për të cilat hetohet kryebashkiaku i Tiranës. Më herët, gjykata e posaçme e më pas edhe ajo e apelit e la në burg Erion Veliajin për korrupsion pasiv dhe pastrim të produkteve të veprës penale, kryer në bashkëpunim me disa biznesmen dhe gruan e tij, Ajola Xoxa.